Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në eventin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, ku prezantuan rezultatet e arritura në përmbyllje të thirrjes së 10 të programit kombëtar të praktikave të punës për studentët e ekselencës. Programi, i cili prej 10 vitesh po shndron përvojën në punësim konkret. Gjirokastra po vion të tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare si një nga destinacionet e rekomanduara për pushimet e këtij viti. Operatorët turistik në këtë qytet shprehen se po hynë në sezonin e ri turistik me një ofertë të zgjeruar, ndërsa interesimi i vizitorëve vendas dhe të huaj për këtë destinacion vijon të rritet. Maturantët e shkollës artistike Fejim Ibrahimi në Gjirokastër kanë nisur prej dje plotësimin e formularit A1, duke u fokusuar kryesisht në degët shoqërore për shkak të lehtësisë dhe interesit që ofrojnë. Në total, rreth 320 maturant në Gjirokastër dhe Libohov do të plotësojnë formularin A1. Gjatë vitit 2025, pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen janë kryer rreth 100 teste HPV për gratë e grup moshës 35-55 vjeç. Nga këto, 6 raste kanë rezultuar pozitive dhe janë ndjekur në kohë nga mjekët specialist. Ndërkohë që bluzat e bardha ju bëjnë thirrje grave të kryen kontrolle periodike dhe të mos neglizhojnë vaksinën kundër HPV-s. Ju njohim tani më gjerësisht, kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në eventin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, ku prezantuan rezultatet e arritura në përmbyllje të thirrjes së 10 të programit kombëtar të praktikave të punës për studentët e ekselencës. Programi, i cili prej 10 vitesh po shndron përvojën në punësim konkret dhe ka shërbyer si një urlidhëse mes universitetit dhe administratës publike. Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në takimin përmbylljes të thirrjes së 10 të programit kombëtar të praktikave të punës për studentët e ekselencës, i cili prej 10 vitesh po kthen përvojën në punësim. Sipas kryeministrit, programi kombëtar i praktikave të punës ka punësuar përfundimisht rreth 1600 të rinj në administratën shtetërore gjatë këtyre viteve, duke krijuar një trup burimesh njerëzore cilësore me potencial për të qenë drejtuesit e së ardhmes në institucione publike. Keni parasysh që ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Por ajo që i bën këto numra më të rëndësishëm akoma është se janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen vijimësisht dhe që kanë kapacitetin potencial që të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve të drejtorive dhe kështu me radhë. Dhe kjo praktik ka qenë një urë e ngritur si fillim me universitetin për t'ju dhënë mundësi më të mirëve që të kenë një sallë pritje ku aktivisht të vetë ofrohen si punonjës të rinj të shtetit. Dhe nga ana tjetër, besoj që tani kemi kapërcyer edhe një ngërç përmes këtij programi, atë ngërçin e eksperiencës që faktikisht i ka penguar në të shkuarën shumë vajza dhe djemë që të fitojnë konkurset e shërbimit civil për shkak të mungesës eksperiencës. Gjithashtu, kryeministri foli për projektin e garancisë rinore, një nisme e përbashkët e qeverisë shqiptare me Komisionin Evropian me vlerë rreth 65 milion euro, e cila synon identifikimin dhe aktivizimin e të rinjve me potencial si dhe fuqizimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale dhe ekonomike. Është një projekt i cili ka si synim të identifikoj dhe të aktivizoj të rinjt që kanë potencial, por që
nuk janë aktiv në kërkimin e rrugës së nxjerrjes më të mirës nga vetja. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe të ofrojë aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit, formimit profesional dhe të praktikave dhe patjetër të fuqizojë pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Do t'ju sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm, është rreth 65 milion euro, mos gabon, dhe të shikoni se si mund të angazhoheni me këtë projekt. Mëtej, kryeministri Rama i uroi suksese atyre që kanë fituar mundësinë për të patur një kontratë një vjeçare pune dhe për të vazhduar të synojnë të përfshihen përfundimisht në administratën publike. Gjirokastra po vijon të tërheqë vëmendjen e mediave ndërkombëtare si një nga destinacionet e rekomenduara për këtë vit. Operatorët turistik në qytet shprehen se po hynë në sezonin e ri turistik me një ofertë të zgjeruar, ndërsa interesimi i vizitorëve vendas e të huaj për këtë destinacion vijon të rritet. Mediat ndërkombëtare kanë rekomenduar Shqipërinë si një nga destinacionet më tërheqëse për pushimet e këtij viti, ndërsa Gjirokastra po konfirmohet gjithnjë më tepër si një ndalesë e rëndësishme për turistët që kërkojnë histori, kulturë dhe përvoja autentike. Këtë sezon turistik synohet me një ofertë të re, sipas operatorëve, ku vëmendja do të jetë në turizmin e përvojës dhe turistët do të përfshihen në aktivitete që lidhen me traditat lokale, gastronominë karakteristike dhe jetën e përditshme të banorëve. Gjirokastra po qaset në tregun ndërkombëtar të turizmit me më shumë produkte dhe më shumë gjëra për të bërë. Pra, turizmi në rajonin tonë është shpërndar dhe po punohet që të shpërndahet në mënyrë kapilare duke prekur gjithë destinacionin, që nga Tepelena, Përmeti, Gjirokastra, Libohova, Dropulli dhe duke përfshirë sa më shumë komunitete lokale. Kjo gjë ka ngjallur një interes të madh edhe nga kompanitë dhe agjencitë ndërkombëtare, të cilat sipas politikave të tyre tani më po punojnë dhe po drejtohen drejt atij që ne e quajmë turizmit të qëndrueshëm dhe turizmit të përgjegjshëm. Gjykuar nga numri i rezervimeve që kemi tani, po flasim për muajt prill dhe maj, rezervimet duket të jenë 2 deri në 3 ditore dhe këto janë të kombinuara me jo vetëm histori dhe kultura, po UNESCO që është pjesa e pazarit, po vrem një dëshirë të lartë për të bërë gjëra si cooking klasat, eksperiencat lokale, të shijuarit ndryshe, turet gastronomike, turet e aventurës, hiking, off-road, hipizmi, po shfaqin një interes të lartë. Udhërrëfyesi turistik theksojnë se risi për këtë vit janë edhe paketa turistike të personalizuara që kombinojnë kulturën me natyrën, duke përfshirë zona përreth si Zagoria, Lunxhëria dhe Dropulli. Kryesisht ofrojmë ture që janë një ditore, por edhe ture një javore për njerëz të cilët kanë kërkesa për njëjën e mbulimin e gjithë territorit të Shqipërisë. Me preferuar është pjesa e Zagorisë, në shtrethi Zagorisë, sepse është e pasur dhe nga ana fetare do thosha, kemi kisha nga më të vjetrat në Republikën e Shqipërisë, të cilat ja vlen të vizitohen, duke filluar nga Labova e Kryqit, pastaj kemi manastirin e Nivanit, është ura e Nivanit, është pjesa e zonës së Zagorisë, e cila përfshin 10 fshatra, por edhe Pogoni me 5 fshatra. Përveç kësaj pastaj ofrojmë edhe luginën e Dropullit, e gjitha kjo pastaj lugina e Dropullit ka kisha manastir, të cilat janë vendosur në pjesën e sipërme të malit të Stugarës dhe të malit të Gjerë, duke bërë interesante dhe vetë rrugtimi aty kërkon mjetet e veçanta që nuk mund të arrihen për ditë, plus që është një kombinimi pjesës historike me pjesën fetare dhe që është pjesë e trashëgimit tonë kulturore. Në këtë mënyrë, qyteti i Gurt kërkon të ruajë identitetin e tij historik, duke ju përshtatur njëkohësisht kërkesave të reja të turizmit modern. Maturantët e shkollës artistike Fejim Ibrahimi në Gjirokastër kanë nisur plotësimin e formularit A1, duke u fokusuar kryesisht tek lëndët shoqërore për shkak të lehtësive që kanë dhe interesit që ofrojnë.
Në total, rreth 320 maturant në Gjirokastër dhe Libohov do të plotësojnë formularin A1 duke u përgatitur për provimet e maturës shtetërore sipas kalendarit të konsultimeve të përcaktuara nga autoritetet arsimore. Prej datës 2 shkurt në zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov ka nisur procesi plotësimit të formularit A1. Maturantët e shkollës artistike Fehimi Ibrahimi shprehen se zgjedhjet e tyre janë përqendruar kryesisht në degët shoqërore, duke theksuar se kjo vlen për shkak të lehtësimit që ofrojnë këto degë. Kam bërë plotësimin e formularit A1 dhe kam zgjedhur lëndën qytetari psikologji. Kam 2 degë që i kam mendoj se kam dëshirë për të vazhduar, Akademinë e Rendit në Tiranë ose për infermieri këtu në Gjirokastër. Besoj se do jetë pak e vështirë si fillim, po megjithatë do përpiqem shumë pasi e kam këto 2 profesionet, besoj se më përshtaten më së shumti mua. Dhe kam goxha besim tek vetja që mund t'ja dal për të bërë këto 2 degë. Ishte gjë e re për ne, po me profesorët na kanë ndihmuar shumë profesorët, të them të drejtën, për plotësimin e formularit. Sa po mbaruam plotësimin e formularit dhe zgjodha degën qytetari psikologji, është pak e vështirë sepse unë jam për degën në muzikë dhe është komplet ndryshe nga ajo që ne jemi. Po do t'ja dalim. Zgjedhja që bëra me shkollën që do të ndjek është diçka shumë ndryshe. Por e zgjodha që ishte diçka më lehtë se ajo që jam. Gjatë këtij procesi, nxënësve u është ofruar asistencë nga mësuesit e shkollës për plotësimin e saktë të formularit dhe orientimin e tyre drejt zgjedhjeve të duhura. Si në çdo shkollë të mesme, edhe në shkollën tonë, nxënësit kanë të drejtë që të përzihen atë lëndë që ata e shohin më të arsyeshme për synimet e tyre të shkollës së lartë, po kryesorët janë lëndët e po them të specialiteteve, siç është historia e artit apo historia e muzikës, për nxënësit të cilët synojnë Universitetin e Arteve. Neve kemi asistuar për t'i ndihmuar, sigurisht, edhe për plotësimin e formularit. Po ashtu një ndërgjegjësim të tyre apo një këshillim se cila është më e mira për ata për vazhdimsinë e studimeve të larta. Në total janë rreth 320 maturant në shkollat e Gjirokastrës dhe Libohovës, të cilët tashmë do të nisin përgatitjet për provimin e maturës shtetërore, bazuar në kalendarin e hartuar për zhvillimin e konsultimeve. Gjatë vitit 2025, pranë qendrës vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen janë kryer rreth 100 teste HPV nga gratë e grup moshave 35 deri në 55 vjeç. Nga këto, 6 raste kanë rezultuar pozitive, ndërkohë që janë ndjekur në kohë nga mjekët specialist. Ata apelojnë dhe ju bëjnë thirrje grave të kryejnë kontrolle periodike dhe të mos neglizhojnë vaksinën kundër HPV-s, e cila mbetet një nga mënyrat më të sigurta dhe efektive për mbrojtjen e shëndetit. Pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen gjatë vitit 2025 janë kryer rreth 100 teste HPV për gratë e grup moshës 35-55 vjeç në kuadër të programeve të depistimit për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Sipas të dhënave zyrtare, nga këto teste, 6 gra kanë rezultuar pozitive dhe janë ndjekur menjëherë nga mjekët specialist, të cilët ju kanë dhënë rekomandimet e nevojshme për trajtim dhe ndjekje të mëtejshme mjekësore. Gjatë vitit 2025, në një VKSH-n e Tepelenës, janë bërë rreth 100 teste të HPV-s për gratë të datëlindjes së vitit 1979-1985. Nga këto rezultuan, në 100 testet që u bën, 6 pozitive. Nëpërmjet mjekëve të familjes, i rekomandojmë të bëjnë një vizitë tek obstetë ginekologu ose të bëjnë kolposkopinë. Për vitin 2026, pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen, ende nuk ka nisur kryerja e testit HPV, pasi nuk është përcaktuar ende grup mosha përkatëse që do të përfshihet në këtë program depistimi. Për sa i përket vitit 2026, nga ISHP vendosen se cilat grup mosha do të bëjnë testin e HPV-s. Në përgjithësi, domethënë ne na njoftojnë për të marrë kitet e HPV-s dhe zakonisht ne kemi marrë shtator, tetor, nëntor, domethënë brenda vitit 2026. Këto njoftojnë nëpërmjet mjekut të familjes
dhe marrin testet, i aplikojnë ose në qendra shëndetësore ose në shtëpi dhe i rikthejnë. Pastaj ato i merr qendra shëndetësore dhe i risjell. Ndërkohë, mjekët u bëjnë thirrje grave që të informohen dhe të kryen kontrolle periodike, duke theksuar se depistimi i hershëm mbetet një nga mënyrat më efektive për parandalimin dhe trajtimin në kohë të sëmundjeve të rënda. Në qarkun e Gjirokastrës vijon tradita e mbarështimit të bagëtisë në kushte kullosore, një praktikë që sipas specialistëve garanton produktet natyrale dhe vlera më të larta ushqyese. Nga rreth 265.000 krerë të imta dhe 12.500 të gjedh, vetëm rreth 3.000 mbarështohen në sallë, ndërsa pjesa më e madhe kullosin lirshëm. Në Gjirokastër vazhdon të ruhet tradita e mbarështimit të bagëtisë në kushte kullosore, përjashtuar rastet e kushteve ekstreme. Të përzira janë, kush ka lop, kush ka dhën, kanë punë të madhe. Apo nuk mbajnë çdo lloj bakterie. Në regjimin sallor jo, s'ka. Kur dimron në një ku vjen një borë e madhe, që i mban brenda. Ndryshon mishi regjim sallor, varet edhe nga ushqimi se si ushqejnë. Ndryshon klimaton këta. Klima kur i shon në natyrë për shembull, që han vetë me gojët e tyre, barin. Koncentrata kështu nuk vazhdojmë, nëse nuk hedhim kështu. Sipas veterinarit Krenar Veliu, mbarështimi në kushte kullosore garanton produkte më natyrale edhe me vlera më të larta ushqyese. Rreth Gjirokastrës, rreth Tepelen dhe rreth Përmet që është qarkullor, përgjithsisht blekuria mbahet në kushte ekstensive. Tani në dimër kuptohet, ato mbahen në stalla, në ditë të vështira, ato dhe në stallë që mbahen. Nuk i plotësoj nevoja vetëm me ushqimin në kullot. Kështu që në stallë fermerët i ushqejnë edhe do dhe teknologjia e mbajtjes së tyre, i ushqejnë edhe me koncentrate, edhe me bar, edhe me jonç. Por këto mbahen në kushte ekstensive sa dali dimri. Në moment që del dimri, këto jetojnë me ushqimin duke ardhur pranë vera, duke ushtuar bimësia, duke rritur bimësia, por rrit edhe cilësia e qumushit, del produkti qumushi dhe mishi cilësor që vetëm bagëtit ekstensive e ka. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, nga 265.000 të imta dhe 12.500 gjedh, rreth 3.000 krerë mbarështohen në stalla, ndërsa pjesa tjetër kullosin lirshëm. Ky mbarështim tradicional garanton mish dhe qumësht më natyral, duke ruajtur cilësinë dhe vlerat ushqyese për konsumatorët. Policia rrugore në Gjirokastër ka qenë angazhuar 24 orë në ditë në të gjitha akset rrugore të qarkut me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore. Kontrollet janë zhvilluar si në zona urbane, ashtu edhe në akset interurbane rurale, duke përdorur pajisje bashkohore logjistike si radar automatik, dron, poliskan dhe aparate për matjen e alkoolit në gjak. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit janar janë vendosur gjithsej 2436 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Pjesa më e madhe e tyre lidhet me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar, ndalimin ose qëndrimin e gabuar, si dhe parakalimet e rrezikshme që mbeten ndër shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore. Ndërkohë janë konstatuar edhe raste të drejtimit të mjetit në efektin e alkoolit, mosvendosje të rripit të sigurimit dhe përdorimi i celularit gjatë drejtimit, shkelje që rrezikojnë drejt për drejt jetën e drejtuesve të mjeteve dhe përdoruesve të tjerë të rrugës. Si pasojë e këtyre shkeljeve, policia rrugore ka pezulluar 3 leje drejtimi, ndërsa për 2 drejtues mjetesh ka nisur procedimi penal. Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë me të njëjtin intensitet edhe në ditët në vijim, me synim respektimin e rregullave të qarkullimit dhe uljen e numrit të aksidenteve. Policia rrugore e Gjirokastrës apelon për drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin shpejtësinë, alkoolin dhe përdorimin e celularit gjatë drejtimit, ndërsa qytetarët ftohet të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112. Me afrimin e sezonit veror, tregtuesit e bimëve medicinale në Tepelen kanë nisur përgatitjet për mbledhjen dhe tregëtimin e tyre, një aktivitet tradicional që siguron të ardhura për shumë familje në zonat rurale.
Pritshmëritë për këtë sezon janë më të ulta, ndërsa kërkesa për bimë si sherebela, rigoni, çaji i malit, trumza e të tjerë mbetet e lartë. Tregtuesit e bimëve medicinale në Tepelen ka nisur përgatitjet për sezonin veror, një periudhë që konsiderohet ndër më të rëndësishmet për këtë sektor. Mbledhja, përpunimi dhe tregtimi i bimëve mjekësore tradicionale mbetet një burim i rëndësishëm të ardhurash për 10 familje në zonat rurale. Sipas tregtuesve, kërkesa për bimët medicinale si sherebel, rigon, çaji i malit, tuzma e të tjerë mbetet e lartë, si në tregun vendas, ashtu edhe nga turistët e huaj. Dhe pse jemi në periudhë dimri, normal që turista ka pak, po më shumë mbajmë dhe me klientel, kështu që respektojnë shumë ara freskim për të ndaluar. Po gjatë kësaj periudhe mbledhim çajra në për zona të ndryshme, si çaji i malit, çaji shtogu, kokë shtogu, boronice egër, trëndafili egër, edhe i marrim, i thajmë ato, i bëjmë gati, i kalojmë në pako, i paketojmë dhe pastaj bëjmë gati për sezonin veror. Po çajrat e malit zakonisht që preferojnë më shumë njerëzit është çaja e shtogut, është dhe kokra e shtogut. Përdorin mjaltin, është salepi i malit që është pak i rrallë, nuk e gjen në çdo vend, ajo është shumë e mirë për imunitet. Ndërkohë, ata theksojnë se kushtet klimatike këtë vit kanë ndikuar për një sezon jo dhe aq të suksesshëm. Po më shumë kanë ndikuar zjarret, edhe nuk ka qenë koha e përshtatshme për të mbledhur banorët ato produkte që duam neve, çajra, shumëllojshmëri të ndryshme, edhe atmosferike ka qenë jo e qëndrueshme, kështu që dhe banorët kanë hasur pak vështirësi në këtë. Nga ana tjetër, institucionet vendore apelojnë për mbledhje të kontrolluar të bimëve në mënyrë që të mos dëmtohet biodiversiteti dhe të garantohet vazhdimësia e këtij aktiviteti tradicional në zonën e Tepelenës. Mëngjesi, Sautom i gjeti varkat e lundrimit dhe ato të peshkimit të ankoruara në Spirancë. Dalja e tyre në det është ndaluar për shkak të nivelit të lartë të dallgëzimit i paralajmëruar në ditët e mëparshme nga meteorologët, si pasojë e përkeqësimit të kushteve atmosferike dhe detare, që përfshin errëra me intensitet të lartë dhe dallgëzim përtej normave të lejuara për lundrim të sigurt. Autoriteti portual i Sarandës ka ndërprer për ditën e sotme dhënien e lejeve për çdo dalje në det të mjeteve lundruese. Ndalimi përfshin mjetet turistike, peshkatore dhe skafet e vogla në të gjithë gjirin dhe zonën bregdetare të Sarandës, Ksamilit dhe Borshit. Lundrime nga Kapiteneria e Portit të Sarandës bëjnë me dije se ky ndalim është në fuqi për datën 4 shkurt 2026 nga ora 1 e mesnatës dhe do të vijojë deri në orën 4 të ditës së nesërme. Nga ky ndalim përjashtohen tragetet e linjës Sarand-Korfuz dhe Anasiltas, të cilat edhe në këto kushte kanë vijuar ofrimin e shërbimit për pasagjerët në kushte normaliteti të plotë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për ditarin informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.